U mbajt pjesa e dytë e testit të maturës. Përmirësohet shërbimi në kardiokirurgji në qendrës klinike universitare të Kosovës. Familja Ferizaja Sesahiti kërkon ndihmë për 5 anëtarët e saj të sëmurë. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë dhe çdo pikë të ujit. Uji lubeten. Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magjistralen për Prishtinë. Rreth 34.000 maturantë kosovarë sot nga ora 10 e paradites janë shtruar pjesës së dytë të provimit të maturës në 305 qendra të testimit në gjithë vendin. Maturantët sot janë përgjigjur pjesës së testit, që ka të bëjë me lëndët e përafërta me drejtimin. Ministria e Arsimit tha se sikur edhe në pjesën e parë të provimit, edhe kësaj radhe gjithçka ka shkuar në rregull. Rezultatet e provimit të maturës do të shpallen më 24 qershor. Më pas maturantët do të kenë 3 ditë afat që të ankohen, kurse më 28 qershor do të bëhet edhe publikimi i rezultateve të ankesave. Ata që nuk do të mund të arrijnë pragun e kalueshmërisë prej 50% kësaj radhe, do ta kenë edhe një mundësi në afatin e gushtit. Rreth 2500 maturantë të shkollave të mesme të Ferizajt e mbajtën sot paradite pjesën e dytë të testit shtetëror të maturës. Maturantët ishin të shpërndarë në 13 qendra, në mbikëqyrjen e rreth 210 administratorëve. Sipas zyrtarëve komunal, ky test ishte më i organizuar edhe se pjesa e parë. Sipas tyre, administruesit janë këshilluar që në fillim të jenë më të kujdesshëm, pasi herën e kaluar është thënë se nxënësit kanë kopjuar nga mesazhet e pranuar. Bëhet e ditur se në të gjitha qendrat, administratorët, komisionerët, testet dhe nxënësit janë paraqitur me kohë. Me kohë ka fillu, me kohë në qendër kanë ardhur administruesit, komisionet e caktuar sipas dhe çdo gjë duke shkuar në rregull deri më tash. Unë mendoj se kjo procedurë nga vitet e kaluara vetëm se është përmirësuar dukshëm dhe shumë më shpejt shkojnë punët edhe shumë më mirë tani. Disa nga maturantët që i u nënshtruan testit thonë se pyetjet e testit kanë qenë mesatarisht të vështira. Kemi kaluar shumë mirë, pyetjet kanë qenë mesatarisht të vështira, shpresoj që kemi arrit ato që kemi synuar. Pjesën e dytë më mërmen janë konë pyetjet pak më tira se ka pos planët janë konë më zgjerume. Sigurisht si për gjithë maturantët ishte me shumë stres, me shumë emocione, mirë po konsideroj që duke u bazuar në pretendimet tona për të ardhmen, kemi qenë shumë serioz, sidomos në këtë testin e dytë, për shkak se ishte më shumë test me lëndë, të cilat ne kemi pas në drejtimin ton. Flas për kimi, biologji dhe fizikë. Pjesa e dytë e testit të maturës ka përmbajtur 80 pyetje nga 3 lëndë, kështu që plotëson 200 pyetjet e testit të maturës. Për të kaluar testin, maturantët duhet të kenë së paku 100 pikë. Në shërbimin e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, për herë të parë është kryer operacioni në zemër të hapur me tekniken e re, pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtë trupor, që do me thënë pa ndalur punën e zemrës. Shërbimi i kardiokirurgjisë është hapur këtë vit dhe kërkesat e pacientëve për operacionet të hapura në zemër janë të mëdha. Sipas profesionistëve shëndetësor, deri tani janë kryer gjithsej 7 operacione që prej kur është funksionalizuar ky shërbim.
Zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpen Fazliu thotë se së shpejti kardiokirurgjia do të punojë 24 orë dhe do të operohen në rastet urgjente edhe gjatë natës. Ai theksoi se është duke ushqyrtuar mundësia e participimit të pacientëve për intervenime në zemër të hapur, me që janë intervenime shumë të kushtueshme. Në institucionet shëndetësore private, çmimi për operacionin e hapur në zemër nis nga 7.000 euro, derisa vendosja një stente në zemër kushton 3.500 euro. Shoqata humanitare Fenix në vazhdën e angazhimit të saj nisi sot themelin e një shtëpie për familjen Aslani. Shtëpia do të ndërtohet në fshatin Bibaj për Gani Aslanin, nga fshati Biti e epërme nga komuna e Shtërpcës, veteran i luftës së UÇK-s. Ndërtimi i shtëpisë është mundësuar nga dega e shoqatës Fenix në Zvicër, por edhe me ndihmën e mërgjimtarëve të tjerë Ferizajas. Milejm Jashari nga shoqata humanitare Fenix tha se arsyeja e ndihmës për këtë familje ka qenë vendbanimi i largët për shkollim të fëmijëve të familjes Aslani. Për hir të fëmijëve që i ka në fakultet, ne kena bani një gjë shumë të mirë për arsye se do t'ju ndalmë ndihmë aty fëmijëve që i kanë shkëlqyshur dhe ky nuk ka mundësi të shkolloj me atë vend ku gjinet atje, dhe ja kena më të mëjshme 50 shoqata, 50 ky me shokë me meç, dhe kështu që edhe kjo shtëpi, sikur prishin këto dy shtëpia që kanë përfunduar, do të përfundoj së shpejti, dhe besoj që edhe këto të trija do të fillojnë këtë vetë dhe të përfundojnë. E pastaj të shohim se çka do të mundë mrije me këtë popullin tonë që është solidar, dhe unë i falenderoj shumë që na ndihmojnë, dhe kemi shembull shumë familje shembull që janë në gjendje shumë të vështirë, mirë po ne nuk mundna të dalim në ndihmë të gjithëve, veç sa kemi mundësi do të mundohemi, do t'i afrojmë ato mundësi që kena. Ferizajt asnjëherë nuk i ka munguar solidariteti kur e ka ditë se ku mund të investohet. Edhe unë mendoj se edhe në të ardhmen Fenixi do të mbështetet, edhe presmi që në një vizitë të vjen edhe njëherë Milejm Jashari, sepse ardhja e tij në besoni në Zvicër çdo herë tërheq interesimin më të madh se çdo udhëhes nga Kosova që vjen atje, sepse e din që ky nuk vjen për as për vota, as për fare interesi personal, por për ta bën një familje skamore me kul mbi kokë. Kryefamiljari Gani Aslani tha se për shkak të pamundësisë që fëmijët të udhtonin nga fshati i tij i lindjes për fakultet, ka vendosur të jetojnë në rrethinat e Ferizajt, ndryshe fëmijët do të detyroheshin të ndërpresin shkollimin. E falenderoj shoqatën Fenix që ka bërë punë të madhe nëpër Kosovë. Mirë po edhe mund po ma zgjedh një problem kështu të banimit, që na kemi problem udhëtimit më shumë, transportit publik, që nuk ka transport publik të na. Dhe i më janë pozitë qashtë keqe që ose mi nalë fëmijën ose pi shkollës. U bë e ditur se kjo ishte shtëpia e tretë për si vjet që ndërtohet nga shoqata humanitare Fenix, ndërkaq sipas përfaqësuesve të degës së shoqatës Fenix në Zvicër, së shpejti do të nisë ndërtimi i shtëpisë së katërt. Tet antar të familjes Sahiti nga Ferizaj jetojnë në një shtëpi tridhomëshe, e cila nuk i përmbush as kushtet minimale për banim. E veç gjendjes së shtëpisë me myk dhe me rrezikun se do t'ju bjerë kulmi mbi kokë, familja Sahiti, 5 nga 8 antarët e saj i ka të sëmurë. 3 nga 5 antarët vuajnë nga sëmundja e epilepsisë, babai dhe 2 vajzat, njëra 6 e tjetra 16 vjeçe, ndërkaq nëna është lindur pa një veshk, kurse një nga fëmijët është me tëmeta psikofizike dhe është dërguar në një shkollë speciale në Prishtinë. Mejid Sahiti, kryefamiljar, thotë se i duhet ndihmë, sepse me një rrogë të tijen si punëtor teknik në një shkollë dhe me një pension invalidor për vajzën 16 vjeçe, nuk mund t'ia dalë as për barna. Fëmija psikike në gjëna, ka pe poshe, ku pjetash ke guma, ku më quen në mërgjantës, më shtenën me shmin me bojt, me quen në tetën spital atje, vishëm zjabatësin, ku e po që i ka solëm mulle nga, po erë dhe jalan një vishtash, i erë pa guja, 2-3 ore malë, a pet e kapë, a pet më rëmë një du të me qu. Ta shti, sot me rëmë vishtash që e kam në vish njerë në gjepë, me njerë është ta jepë, të këthe prapë. E nëna e fëmijëve tregon se që nga mëngjesi e deri në darkë, nevojat për kujdesin e gjithë familjes të i kalojnë mundësit që ajo të kujdeset për të tjerët dhe veten. Vetë smut, qikën smut, kam qef me shëru e vladin për dhe vetë, kam qef me shëru se s'po me përbaluan.
me smundjen trop, ç'është moj që është të kujdesna si për evlat, si për burr. Ka njerëz jam gjende më që burrën, as për punë, as të mista, që ta është mo që një 5 javë jam smut, ka rogë gjyksi, po më shkrinjt, po më theren, po vare s'ka më shku të mjeko, që shpëmoj, me përbaluan, fëllëzot e edhem. I vetmi djalë në familjen Sahiti është i biri i tyre, 15 vjeç, i cili kishte dalë sot të punoj me karroc në treg. Megjidi tha se e kishte të vështirë të dalë para kamerave dhe të kërkoj lëmosh, por se gjendja vështire e fëmijëve, e sidomos përkeqësimi i gjendjes së shkurtes 16 vjeqe, ka bërë që ta shtrijnë dorën, me shpresën se zemërmirët do ta ndihmojnë. Task Forca kundër piraterisë dhe falsifikimit e themeluar nga Qeveria e Republikës së Kosovës ka nisur nga sot fushatën informuese dhe edukuese kundër piraterisë dhe falsifikimit me moton Stop Piraterisë. Gjithë fushata informuese do të jetë nën menaxhimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që është edhe kryesuese e kësaj task force. Fushata ka nisur me njoftimin drejtuar të gjithë personave fizik e juridik, të cilët bëjnë prodhimin, shpërndarjen, shitjen fizike të materialeve apo vendosjen në internet të produkteve që përmbajnë material që mbrohet me të drejtën e autorit, se obligohen që të pajisen me kontrata apo autorizime përkatëse nga mbajtësit e të drejtave. Konkretisht nga ta kërkohet që të sigurojnë që produktet e vëna në qarkullim të mos jenë produkte pirate apo të shkelin të drejtën e autorit dhe të drejtat e parafërta. Në pjesën më të madhe të Kosovës, nesër në mëngjes në Përlugina, vende do të ketë mjegull të paktë dhe me qëndrueshmëri të vogël, ndërsa gjatë ditës do të bëjmë mod kryesisht me diell dhe i nxehtë, parashikojnë meteorologët. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë nga 27 në 32 gradë Celsius. Gjatë 7 ditëve të ardhshme priten temperatura më të larta nga 32 deri në 36 shkallë Celsius. Në fund të javës pritet mot me re dhe merreshje lokale shiu.